Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuzat të forta ndaj gjyqtares Irena Gjoka duke e cilësuar atë si një figurë pa integritet moral dhe profesional. Sipas Berishës, Gjoka ka shkelur ligjin dhe për këtë arsye duhet të ishte ndëshkuar prej kohësh nga drejtësia. Ai akuzoi institucionet e drejtësisë se kanë injoruar faktet dhe dokumentet, ndërsa shtoi se Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk ka kthyer përgjigje brenda afateve ligjore duke vepruar sipas tij nën urdhrat e kryeministrit Edi Rama. Berisha foli edhe për lidhje të drejtpërdrejta politike dhe për ndikim të personave pranë kryeministrit në procese gjyqësore duke e cilësuar situatën si një turp për drejtësinë shqiptare. Faktet dhe dokumenta thonë për këtë super delinkuente e cila ka zero moral ligjor, ka zero integritet profesional, e cila duhet ishte prej kosh në burg tek për të marrë ndëshkimin e merituar. Sipas ligjit 138/2015, ligji dekriminalizimit, ligji miratuar me 35, fshehja refuzimi për të deklaruar gjykime dënime qoftë dhe jo të formës së prerë nga autoritetet e huaja për çfarë do lloj vepre penale apo mas dëbimi shkakton ndërprerjen e menjëhershme të funksionit të gjyqtarit, si dhe përbën vepër penale që përfshin dënimin me burg.